Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha këtë të martë të zhvilloi konferencën e radhës për mediat. Gjatë fjalës së tij, ai kërkoi dorëheqjen e kryeministrit, pasi sipas tij, Rama është i përfshirë në afera korruptive dhe është pengesa kryesore e funksionimit të drejtësisë. Përsëri jam këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra e kryeministrit, i cili rezulton jo vetëm i implikuar në mega aferat më të mëdha korruptive në historinë e Shqipërisë dhe të Europës, por rezulton dhe pengesa më kryesore e funksionimit të drejtësisë që ka përbën një krim të rënd në vetvete. Emri Edi Ramës lidhet me akuzën direkte të raportit të OSBE-s në vitin 2014, në cilin njoftoi se Edi Rama mori detyrën e kryeministrit duke patur të depozituara në bankat offshore 200 milion euro. I pyetur për takimin e radhës të socialistëve të enjten ku do të diskutojnë imunitetin e Ballukut, Berisha tha se për këtë çështje nuk vendos grupi i deputetëve të mazhorancës, por Këshilli i Mandateve. Ju e dini që unë i kam quajtur mandate krimi mandatet e tyre. Dhe nuk e kam bërë pa baza, nuk kam bërë pa argumenta, pa fakte. Por unë di një gjë, që nuk është grupi me kushtetut, ai që përcakton qëndrimin ndaj mandatit, ndaj kërkesës së prokurorisë për imunitetin bëhet fjalë. Nuk është grupi, është Këshilli i Mandateve ai që voton dhe përcakton. Pa ata si sklever nuk guxuan të votojnë. Dhe u shprehën aty në kundërshtim me kushtetutën se vendimin do ta marrin pasi të diskutojnë në grup. S'ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë. Kështu që ato janë marioneta të Edi Ramës, sepse të gjithë janë të lidhur në krime. Mëtej Berisha u shpreh se rasti Balluku është çështje e drejtësisë, por në thelb Akshi dhe Rama, si e cilëson ai, janë faqja më e zezë në historinë e vendit.